Në ditën e 34 të protestës, banorët të Rjollit janë rikthyer sërish këtë të mërkur në kantierin e ndërtimit, duke vijuar qëndresën e tyre kundër projektit turistik në zonë. Të vendosur në qëndrimin e tyre, banorët theksojnë se nuk do të lejojnë që prona e tyre të grabitet nga kompania Gjenër 2, pasi sipas tyre ju janë ofruar kushte që i cilësojnë si të pafavorshme dhe të papranueshme. Ne vimi do të toka jonë, të veni jonë, na kapin, na shkatërrojnë, na fusin burg. Na lunojnë, s'ka në gjoba bo, me thonë mesin e në tuj, jena malazez, jo shqiptar. Pa i tiven, ta din miraj, a i si abaj pari. E na, s'kena në Serbin me hykto, jo bashkimullin. Bashkimull si kena bo ofertën na. Me ne, si rrinë malsori, na rrim dakord, na dona me zhvillu venin. Na 20 veti do, këtë 300 polic. Këto vazhdojnë puna, edhe drejtën e s'na jepet. I këtë pronë, na kanë lënë porton që e kanë ble me mune me dirës. Edhe na nuk do të lëshojmë kur. Tanë s'kë sa shtetash, po janë të njëjtë. Si majtë, si djason, janë bëjnë të një grumull. Kanë nejtë të na kapë, të na fut mena, të na përqa, të na fut në për burgje, në për gjana, të na mu gjoba. Gjitha mëna të munua me na shpërda këtë lloj historijet. Po, me që tha i shoku jonë, në da luftojmë dhe pikin e funit. Këtë ta majnë men, po për zotën sak do të denë pikin e vdekjes. Edhe këtë të mërkur, brenda kantierit të ndërtimit kishte forca të shumta policie, të cilat penguan banorët të hynin në ambientet e kantierit, ndërsa makinerit vionin punën për zbatimin e këtij projekti. Ky truall ka qenë objekt përplasjesh prej vitesh, pasi banorët pretendojnë se pronat e tyre janë përvetësuar me dokumenta të falsifikuara nga një ish zyrtar, i cili më pas ja ka shitur tokën biznesmenit Bashkim Ulaj.